Zbardhen emrat e 24 personave, të cilët për 21 prej tyre gjykata e Brescias ka caktuar masën arrest në burg, ndërsa për 3 të tjerët ka caktuar masën arrest në shtëpi, si antar të një klani që ka trafikuar të paktën 1.3 ton kokainë drejt Italisë. Masa arrest në burg është caktuar për Vincenzo Bruno, Arlin Buzali, Donald Cala, Gazmend Ferhati, Elton Gjegja, Adriatik Hasa, Erion Kapidani, Oltion Lala, Asti Lupi, Denis Myftiu, Altin Shehaj, Gazmend Shehu, Bledin Doçi, Elvis Doçi, Julian Hyka, Eduard Leba, Gentian Shaba, Ogert Shevi, Denis Tafili, Indrit Tafili dhe Klodian Vata. Ndërsa masa arrest në shtëpi është lëshuar nga gjykata italiane për Giuseppe Iorio, Erald Salla dhe Enkelet Tiriaku. 10 prej masave të lëshuara nga gjykata e Brescias janë ekzekutuar, 3 prej të cilave në Shqipëri. Në drejtimin e SPAK u kapën Asti Lupi, Erald Salla dhe Altin Shehaj. Prokuroria e posaçme thot se në Shqipëri ndodhen edhe 3 të tjerë, që bëjnë pjesë në grupin e personave për të cilët gjykata e Brescias ka lëshuar masë.